Mu më vjen keq që me qenë gazetar sot në base na kemi përfundu shkollë, është botë gjithkush antikon. Mu pa dyshim që më flenë zemra në gazetarisë, është profesion që në base e nisa mas një dëshprimi që su pranova fakultet të artëve, po mu më vjen keq që me qenë gazetar sot në base na kemi përfundu shkollë, është botë gjithkush antikon. Pa dashme i para gjyku të tjere se cili e ka formën e vetë edhe se cili e ka punën e vetë që shë bënë, po nga pak ja ka njësë me muheka janë djenja të qenut i privilegjum që jam gazetar, për vetë faktin që si komunitet po shomi, si komunitet nështë atë din me nga thonë varësisht për i politikave që ne i trajtojmë tema, edhe masanej po hymë një farë petko që na jena të këqe. Edhe masanej pak po më step, ma shumë ja njës ka pak të më bëqy që kje pjesa e aktrimit, po gjithë mund mrena, thellë shpirt e këm me konë gazetar nuk ka ma mirë, se me dollë me folë në një ekran është këgja privilegj, edhe fjallat që të jethu ka këgja peshë edhe do të mëru. E fatmirësisht temat që i kom trajtu për mes gazetarisë me lloj raste, gjithmonë më kanë pëlqy temat sociale, me qenë human që me përcjell në base një temë të një familje që nuk ka, po i them kushtimisht, që ato më kanë bërë që me e dash qitë profesion, se bo bona shkas që me e paraqit një jetë të dikuj që nuk i ka punë të mirë. Është që këlloj gërshëtimi që jëm 50-50, thellë zemër unë flen gazetaria, po shkaku i shtyne faktorëve, e anis ka pak mu më hinë zemër edhe besniku rollet e mija. Po besa po të shkojnë dyat shumë.